Pra kjo ishte në mënyrë të përmbledhur ajo që ndodhi sot në seancën plenare. Kryeministri Rama u shfaq aty rreth mesditës, 35 minuta ndeti, votoi 4 projekt ligje në mos gaboj dhe më pas iku u largua nga opozita, s'kishte asnjë deputet zoti Sula përveç jush. Pse ndetët i vetëm në sallën e parlamentit? Për të abstenuar, për më tepër. Apo jo? Jo vetëm për të abstenuar, për votuar dhe kundra. A, votuar dhe kundra? Pas patjetër, edhe nuk është seanca e parë dhe seanca e kaluar dhe seanca e kaluar. Në radhë parë. Pra opozita largohet, po thoni deputetët e PD-s largohen, ti qëndron aty? Do të jemi të qartë. Deputetët e opozitës, përjashtuar mbas zgjedhjeve 11 majit, vetëm rasti sot që ishte zoti Berisha, që ndetën sa iku zoti Berisha dhe pastaj të gjithë të tjerë pothuajse, shumica, pastaj derisa ikë kokra e fundit, kur i thonë, dhe nuk marrin pjesë në diskutime, në debate për projekt ligje të cilët janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të debatuar, për të nxjerrë gabimet apo çfarë i takon defektet një projekt ligji që të duhet që opozita detyrë ka, që të bëjë rolin opozitar. Ta replikoj. Të replikoj, të shohi defektet, gjërat, çfarë ka mangësi një projekt ligj dhe unë mora me 3 projekt ligje, të cilët ajo është detyra ime kushtetuese. Dhe të jemi qartë në këtë. E kuptoj, pra ju qëndruat në sallë nuk e kam bërë sot, e kam bërë që nga 2005 që nuk lëviz kur jam deputet që arri 5 orë, 10 orë, 7 orë pa lëvizur. Është detyrë kushtetuese. Nëse nuk bërë në komisionin, deputet çka ka? Komisionin parlamentare, aktivitetin e komisionit parlamentare, aktivitetin në seanca plenare. Pastaj se çfarë bën gjëra të tjera, pastaj ti tek është tjetër gjë. U surprizuat që e pat kryeministrin sot? Se 3 herë duhet këtë ardhur gjatë këtij viti, po themi. Kryeministri i vitit që kaloi. Kryeministri është në kushtet e rehatisë. Do ta pranojmë gjithsesi, edhe kur nuk ka qenë përpara zgjedhjeve 11 majit, nuk ka ardhur përsëri në kushtet e rehatisë, që tregon që deputetët e tij ka në rresh në kuptimin e asaj që urdhrat në kuptimin që është si kryeministra apo si grup parlamentar që ka i majorancës, të gjithë votojnë ose rrinë, edhe ato të cilët nuk janë apo që nuk kanë Pse u shfaq sot Rama, zoti Sula? Për dhënë ndonjë mesazh apo ishte në hall për të plotësuar 74, pra quorumisht 74 deputet për ato projekt ligje që u votuan? Për mua mendoj, nuk është se di. Mirë, më që ishte në sallë. Si e kuptoj unë ose si e lexoj unë, është sepse ndoshta mund të ketë patur zëra brenda majorancës, të cilët që kanë paganësitë të tyre për projekte të caktuara, të cilët mund mos i votojnë ose të cilët abstenojnë. Dhe fakt pati mos gaboja 3-4 duket ishte zoti Braçe edhe 2 deputet të tjerë të Partisë Socialiste që abstenuan 3-4 deputet që pati dhe një PSD-s që abstenoi. Okej. Atëherë kështu e lirë, një 4 deputet të majorancës që patën abstenim për projekt ligjin për sportin. Po pse kaq mund ta shpjegosh pak ç'është ky projekt ligji për sportin që kryeministri e paska me kaq merak? Jo, nuk është se ka ardhur kryeministri vetëm për atë projekt ligj, që timi nuk mendoj që është ajo. Por është lidhur dhe pasaj edhe me këtë anën tjetër që duke qenë që erdhi Berisha, ndoshta mund të ketë ardhur që mund të ketë patur në një moment që mund të kishte në po themi në debat nga një nga Berisha kishte kohë që kishte ikur nga parlament. Mund të rikthesë, ato ikin, kthehen në seancë. Ka dashur debatin thoni ju? Ka dashur të replikoj me Berisha? Mund të ndodhë edhe gjë të tillë. Por gjithsesi, problemi nuk është ato janë në rehatinë e vet, do t'i kuptojmë. Në ç'kuptim. Ato janë kal kur thuhet fjalë popullore. Problemi është që si përmbush detyrën e si opozit. Pra vjen aty më tregon një opozit totalisht ç'organizuar. Pse ç'organizuar? Po ç'organizuar pra sepse të thash, përdesa pranon të vish seanca. Për farsën elektorale që thua. Dakor, vjen për farsën, po vazhdo, filloi minutën e parë, deri minutën e fundit, minutën e parlamentit vazhdo, denoncon për farsën elektorale. Prova, fakte, gjëra të tjera, debat për farsën elektorale, debat për projekt ligje, debat, sa është detyra po. Ato vjen se cilin e sa vetë një kafet, një rri për jashtë, një zvjen fare, a kupton, kjo është tregon që është në një moment jashtëzakonisht të çorientuar opozita. Ti je të çorientuar. Mirë, ndoshta kishte vendimarrje që të mos të abstenonte. Jo, nuk është ajo. Nuk është se po ti ashtu ti bojkoton fare. E bojkoton, nuk shkon fare në seancë dhe je në rregull. Nuk vjen fare në seancë. Po jo vjen 5 minuta, 10 minuta, i fut mirë, është një dritare përballjejes parlamentit me deputetët e opozitës. Se arena në media janë të pakta rastet ku përballen. Arena debatit, që djegin qytetarët, që në media gjitha është seanca plenare dhe komisione parlamentare, që jemi të qartë tani, kjo aty janë gjithë.
trupa parlamentare. Mirë, se nuk e kam një Por- përfaqësues të opozitës, po gjithsesi, Po, kjo jo që ti pyesja më do të jetë saktë, aty. Dashi pse kujt është? largohen. Por ato nuk Dashi vinë. kujt Jo, është? jo, opozitës unë ashtu e prezantova, nuk është i Nuk mazhorancës, vim, po nuk them vim. nga ata deputetët që Po, pra, ikën u unë larguan. kam që ndetur edhe kam Vinë votuar. deri në një farë ore, denoncojnë farsën elektorale dhe më pas ikin largohen, pra nuk rrinë Për aty. dy vetë për 3 vete flasim. Flet Flamuri, flet Gazi, ka folë pak, Berisha që erdhi sot, ti nuk kanë folur. S'flet njëri tjetër përveç S'flet, nuk flet njëri, këtyre të treve. nuk ka. Mi, ndoshta këto janë Ata të Ndoshta- janë pika më e Jo, forte të mundohemi të deputetëve justifikojmë të edhe unë opozitës. që kam kolegë për 4 vitesh. Edhe ju edhe kushdo që nuk bën sens justifikimi. Sepse ka një gjë. prapë se O morë vesh- shkon sa ato nuk shkon. Si më janë? Ose Jo, pale prapë mbyllë se me marrë kaq. vesh çfarë ishin ligjet që po miratoheshin. Ishte projekt Sa si ligjet. puna e Jo, saj ishin që disa përkafshë, kishte Domos, disa projekt ligji projekligjet për parëndësishme, shëndetin e po ai bimëve. sportit Si ka Kubeja, përshëndetje bimë, përshëndetjen e Kafshë, për ligji për të huaj që jashtëzakonisht e rëndësishëm, jashtëzakonisht e rëndësishëm. Se për Manjani ligji për të huaj. këtu po i përmendet huajt. Sepse Amerikanët, është ligj me për lekë. ligji për të huajt për pusuarit në Shqipëri. S'ka ligje Për kocë. ardhje për ardhjen e Po, për po. ardhjen e të huajve, Thash të është cilët me unë lekë. kam nxjerr defekte 10 pika, të cilët i denoncova në seancën plenare, sepse po të them që ka defekte maksi shumë të mëdha ai projekt ligj. Në të cilët opozita do të ishte aty të debatante dhe nuk mori, nuk denjoi fare ti aty prezent.